kur dëgjoj presidentin e një skuadre shqiptare që del në televizor dhe thot, ky presidenti do merret me gjyqtarët, them o zot, ç'a niveli urët mund të jenë këta njerëz nga pamja e biznesit futbollit, Nuk duhet dhe ti sulmojmë kaq shumë sepse si çdo gjë edhe sporti këtu tek ne nuk mund të jetë në nivele kaq të larta zhvillimi sa kohën e vet. Ja po pyetje edhe Artinit dhe Trelonit dhe ty. Si Armando Duka, që sipas gjithë miletit mund të ketë 1100 shija në menaxhimin e garës së vend, ka arritur ta çojë institucionin nga pikpamja e brandit, infrastrukturës, teknologjisë, PR-it, e lejtë dhe shkëlqimit në nivele shumë më të mira se 80% e federatave homologe në Europë. Pse? Sepse ka pas, për mendimin tim, vizionin dhe nuk është dorëzuar. Për shembull, sot Facebook është falas, YouTube është falas, çdo gjë është falas. Ti e merr një gazetar, edhe poston çfarë ndodhi në stërvitje, çfarë bëhet, një intervistë, një video, një batutë. Po tani shuhen legjenda që ka dhënë kontribut për Tiranën, Partizanin, Teutën dhe nuk ka një postim. Është e turshme kjo.